Shiko, çfarë amshor. Është i mrekullueshëm. O, çmrekulli. Para se të shkojmë te testi, duhet të falenderojmë Klinikën Europiane të Syrit që mbështet Ekspresin, me në krye doktor Kastriot Boriçin, një emër i njohur në holistikën shqiptare. Klinika ofron vizita konsultime dhe ndërhyrje të specializuara për çdo problem të shikimit. Klinikën Europiane të Syrit e gjeni lehtësisht testin nëse ke ndonjëherë nevojë, e gjen tek Komuna e Parisit. Aty shkon dhe ti, bravo, shumë mirë bën. Ndërkohë megjithëse jemi tek syri, testi atë të pyes, a ka syri tret ekziston dhe çfarë është? Po, ekziston syri tret, ekziston, është syri i shpirtit ose syri i mendjes, le të themi. Dhe njerëzit që e aktivizojnë syrin e tret janë shumë të lidhur me shpirtin e tyre, me thirrjet e tyre shpirtërore, janë të lidhur dhe me gjithësinë, le të themi, jo thjesht me aspektin e tyre personal. Dhe ka dhe disa anë të këqija hapje syrit të tret. Se janë? Dhe unë nuk e këshilloj të gjithëve ta hapin syrin e tret. Po pse mund ta bëj çdo njeri këtë? Po, mund ta bëj, mund ta hapin, por nëse nuk janë të rrënjëzuar me kë. Syri.net apo syri jo. Është tjetër ajo, jo më fal. Po, dhe kush janë dhe aspektet? Dhe nëse nuk janë të rrënjëzuar, aspektet negative janë për shembull që se praktikisht i syri tret hap një perdë shpirtërore, le të themi. Ku je i mbushur plot me vizione që nuk lidhen vetëm me këtë jetë, por lidhen dhe me botën e përtejme. Dhe jo çdo njeri e përballon këtë gjë, sepse ka njerëz që shikojnë dhe gjëra që s'duan fare. Domethënë të tipit shpirtra, gjëra të së kaluar të njerëz që kanë ndruar jetë mund të komunikosh. Po, se po pyet nga regjia, janë kurioz, a çfarë ke parë ti thot me ndërmjet syrit të tret? Ke pasur një përballje të tillë, ndonjë eksperiencë të tillë? Unë për shembull shoh vizione dhe tash unë e kam shprehur dhe ka Vizion njerëz plus vazhdon me media kjo është. E din këtë gjë që unë arrit të parashikoj dhe vdekjen për shembull dhe rasti më i tmerrshëm për mua emocionalisht ka qenë me vet babain tim. Dhe të jetosh me këtë gjë që ti e di që do humbësh personin tënd, s'ka bëra pak emocionale tani. Jo, s'ke faj. Të di që do humbësh personin tënd më të dashur dhe nuk i thua dot asgjë askujt. Kjo është një peshë që njerëzit që e kanë syrin e tret të hapur apo kanë të gjitha portat e tyre të hapur me botën e përtejme apo me botën e shpirtit, është edhe bekim, por është edhe mallkim në këtë rast që sepse ti nuk ke asgjë ç'a mund të bësh. Ti e pate ndërmjet syrit të tret, ti e pate si një vizion atë erdhi, domethënë si e përjetove, si erdhi? 4 vite para se babi im të ndronte jetë, unë e kam parë në ëndër. Dhe pash në ëndër atë gjën që ndodhi. Si ndodhi. Parashikove fik situatën. Po. Dhe kjo ëndra për mua ishte një thirrje e brendshme për të më thënë që nëse ka ndonjë problem midis teje dhe babit, ai duhet të zgjidhet sepse shumë shpejt ai nuk do jetë më në jetën tënde. Dhe mua marrëdhënia me babin pas kësaj ëndrës më ka ndryshuar nata me ditën. Filluam të bëshim shumë më të dashur, shumë më të komunikueshëm dhe viti i fundit jetës së babit në këtë tokë ka qenë, nuk e di, për mua ka qenë në shërim në dimensione të ndryshme. Ai fëmia im i brendshëm u shërua komplet, por njëkohësisht edhe babi, për shembull, nëse mund të kishte pas ndonjë tërmbetje me mua, dhe ai nga ana tjetër u shërua sepse unë e dija që do e humbja. Dhe 21 ditë para se ai të ikte nga kjo botë, se mendova që flisja për këtë gjë sot. S'ka gjë, këto janë, kjo është e bukura e historitë e vërteta, ha? Edhe 21 ditë para se të humbja babin, po i kanalizoja diçka, një hajmali mbrojtëse, që ai ishte i mbrojtur duke qenë se ai ishte shofer kamioni dhe rreziku më i madh ose ç'a mendoja unë kur kisha pra këtë vizionet ishte që do e humbja babin për shkak të aksidentit në makinë apo aksidenteve rrugore. Dhe teksa po i kanalizoja këtë gjë babit, unë e pash vizionin me sy hapur dhe dëgjova, sepse unë kam dhe aftësinë jo vetëm të shoh vizionet e syrit tret, por kam dhe audion dhe dëgjoj ose dhe ndjej. Domethënë, energjinë e përkthej në fjalë, pastaj më vjen mua në sinjal në trup, dhe më pas e përkthej në fjalë. Dhe në këtë rast për babin unë e dëgjova edhe në audio, edhe nëpërmjet vizioneve të mia dhe mund të them që ajo ka qenë dita që unë e kam qarë babain tim akoma pa më ikur dhe lutesha, shikoja nga sikur po i lutesha Zotit që të lutem mos ma merr, kam nevojë për ty më shumë se kur.
Dhe mbaj mend që ka marrë direkt të fejuarin edhe ai më thot ti je lidhur shumë me babin. Edhe prandaj e ke këtë ndjesi duke sikur të ta humbësh. Unë që i them jo, nuk është ajo gjëja, sepse arrin ta kuptoj njeriu kur është frika jote e brendshme. Vallai nuk Dhe është kur dashje është thjesht vizion. për ta kuptuar, ne të tjerët që se kemi thjesht unë mendoj si frikë, nëse do shikoja do një ëndër të keqe do thoja që nga frika se mos e humb. Edhe Këto janë ëndra profetike i quaj. Unë ka një ndjesi ndryshe ose ndoshta nga që unë jam dedikuar kësaj gjës dhe arrit ta dalloj, është edhe kjo. Nuk janë pak njerëzit që kanë dëgjuar që e kanë parë në ëndër dhe kanë ndodhur. Po kur ndodhi kur domethënë kur përjetove vizionin, kur ndodhi? Pas 21 ditësh që bashk të gjën, ka ndodhur mas 21 ditësh, po edhe 3 ditë para se babi im të ndronte jetë, unë kam qenë në Rom, e kam qenë shumë smur, siç më zuri një virus andej. Edhe po ecja nëpër shtëpi, ku isha në Rom, edhe dëgjoj një zë përsëri që vjen shumë i qetë. Ky zëri që të tregon këtë vizion është shumë i qetë, shumë i ngrohtë, nuk është se të vjen për të trembur, të vjen për të përgatitur se tani po kam kështu mornica në trup. Edhe më thot shumë butësisht që babi yt do ndroj jetë. Dhe unë në atë moment isha pak në mohim, nuk doja ta pranoja sepse normalisht njeriu brenda meje nuk donte të humbte babain e vet. Sadoj që në nivel shpirtëror ti bën paqe me këtë gjë, s'ke zgjidhje tjetër. Edhe i them ti zëri, po i kom lëra hat edhe i kthej përgjigje kështu me zë. I kom lëra hat tash unë fisin tim gjithë duke vdekur, s'po flas shumë në dialektin tim tiranës. Po fol si dush ti. Gjithë të vdek kështu nga 90 vjeç. Do ika babi im 56 vjeç, e kupton? Edhe ai zëri u zhduk. Mas 3 ditësh unë kthehem në Tiranë dhe sapo zbres më ka qelluar fluturimi. Kam zbritur sapo kishte kaluar data 21. Dhe kam zbritur në Tiranë dhe sapo zbres, unë filloj të dridhem, keq fare, po ndërkohë kur isha në aeroport, kaloj një eksperiencë që s'kam kaluar kurrë në jetë. Ndjeja në nivel energjetik vdekjen që më përqafonte, që po më ledhatonte dhe fillova të flisja me zë. Unë jam person që nuk flas me veten time me zë, përveç se kësaj dite. Dhe shikoja kështu sipër, më duket sikur do mbinte të fikët, sikur shpirti po më dilte nga trupi. Edhe thoja Zotit, të lutem ti mua mos ma merr jetën, sepse un kam shumë gjëra për të mbyllur, nuk është se kam mbaruar unë, misionet e mia në këtë tokë, nuk jam gati të hiqi. Vetëm i lutesh sepse e ndjeja vërtet vdekjen dhe s'doja ta pranoja që ai që do ikte ishte i madh dhe mua nuk më hiqneri nga mendja, intuitivisht domethënë, që sa kam zbritur unë në tokë, babai tim i kam filluar problemet që të largohej nga kjo tokë, sepse babai tim i ka ndodhur në mënyrë aksidentale në hotel nga gazi. Edhe kur kam ardhur në Shqipëri nesër që zgjohem, mezi po prisja ta takoja se i kisha bler një parfum, edhe kur e kam gjetur atë parfumin në aeroport, kam qenë kështu si nuk di si ta them, si shushatur. Nuk kisha fare. Kishe një ndjesi të vazhdueshme. E ndjeja, sepse të thash ndjeja vdekjen që mbledhatonte, e ndjeja shumë afër meje. Kjo për shkak të syrit të tretë të kapacitetit tënd për të lidhur me energjinë. Po se unë kam të hapur raportat me botën e shpirtit, le t'i themi më si ti çdo kush i ka, po thuatesi, ka kapacitetin që ta ndjej. Po, dhe nuk jam e vetme unë që kam parashikuar vdekjen apo e kam ndjer vdekjen e babait tim. Ka edhe shumë njerëz. Kjo është sa Mallkim edhe Bekim, në sensin që Mallkim që duhet vuash palet për sa kohë iden që e di. Unë kam vuajtur 4 vite. 4 vjet, po Bekim në të njëjtën kohë që ke mundësinë që jo të përmirësosh, por të përmirësosh marrëdhënien tënde dhe ta jetosh. Po. Ne të falenderojmë shumë që e ndave këtë histori, është vërtet na bëre edhe neve emocional. Po tani si thua të shkojmë tek. Përpara se të shkojmë, përmendë çështjen e ëndrave. Ka shumë njerëz që thonë që mua më dalin ëndra. Ose është kjo historia që nuk është mirë ta tregosh ëndrën. Janë vërteta këto mite, nuk e di. Gjyshim, e thoshë shpesh që nuk duhet t'i tregosh, po mendoj që është më shumë çështje personale, sepse ëndrat janë shumë personale. Ka ëndra që ti e ndjen ti tregosh. Po pra, çfarë ndodhi Martin Luther Kingut? Kam një ëndër tha ai, dhe jam shumë mirë. I have a dream. Okej, mirë, shkojmë pak tek se ke sjell dhe Po, tani njerëzit me zi presin, se u bëhet disa ditë që s'është kështu. Se ka marrë letra të reja. Ka marrë letra të reja. Çfarë janë këto letra? Këto janë për seri Oracle, sepse për mua kartat Oracle unë
dashuroj, domethënë, jo se si dua tarot, por E dim, janë. duke qenë se jam njeri pak më i lirshëm vetëm më japin dhe lirshmëri shumë tek Miq, këto. keni tani të gjithë ju që besoni vërtet tek horoskopi, tek energjia, se ka dhe njerëz që janë kështu skeptikë, nuk duan edhe nuk duan, nuk ka lidhje. Okej, mirë. Por gjithë ju që besoni, keni luksin dhe kënaqësinë me një njerëz që e kanalizon dhe e njeh dhe e percepton energjinë në një formë unikale, do thonim këtu. Të na hedhi kartat dhe ta komentoj çdo shenjë tani dhe normalisht siç e do zakoni, filloj me Dashin se pse? Se Dashi jeni të dy. Unë kam Dashi menduar është dhe shenja një Apo para. do Apo- thash apo- mos do na ndryshoj, thash mos nisi me shenjë tjetër. Jo, kam menduar Dashi. diçka, të fokusohem tek elementët, që është zjarri, toka, Po, ajri, uji. Dhe të kem mundësi që për secilin element të Po. them më shumë mesazh se një, sepse e ndaj në 4 grupe. Po patjetër, Okej, po okej, merru me okej. elementet, Vetëm- do të Se thënë sa po thjesht them, Po, thjesht janë 12, në vend të jenë 12 do jenë 4 Do dhe jenë do merret 4. çik më gjatë për elementet. Vetëm ti Atëre- sqaron pak për të gjithë ato Po, që nuk kush janë kanë elementet? që nuk Shiko, ata kanë. që dhe nuk filloj me informacion. zjarrin Po. sigurisht, dhe elementet e zjarrit janë Dashi, Shigjetari dhe Luani. Tash Dashi, jetar Luan. shqiptar. Ja, Tani që po të shikon direkt partnerja nuk ime për pret- shembull është nuk pret si e desh. zjarri fare direkt toli letra dhe është shumë në sinkron me shenjën e Çfarë është ajo? është flying free. Ah, Do të thotë fluturosh lirë. Po. shenjat e zjarit këtë fundjavë ose këtë ditë ose më saktë këto ditët e fundit të Marsit duhet të përfitojnë për të reflektuar me veten e tyre dhe të kuptojnë se ku po e mbajnë veten në një kafaz imagjinar dhe të guxojnë të hapin përsëri krahët e tyre për fluturuar në, si të themi, në lartësi të reja, kjo është metaforike, në lartësi të reja dhe të fluturojnë drejt ëndrave të tyre, mos të rinë të mbyllur në këtë kafaz imagjinar, sepse tani është koha që këta të mbjellin fara të reja, fara të cilat janë në sinkron me shpirtin, mendjen apo me ëndrat e tyre. Dëgjoj ti, Po. Domethënë tani nuk është koha për të korrur, por është koha për Just. të mbjellur. Marrësh kredi. Ajo, pse jo, Po pse ndihmon jo, në ëndra ajo. Po tjetër. Gjithashtu duhet të sillen pak mirë me veten e tyre, të pushojnë pak, t'i dhurojnë vetes ndonjë kënaqësi luksi që Kapitalizmi është për i vështirë. disa luks për shembull është thjesht të pushojnë, për disa Po. të tjerë luks mund të jetë të shkojnë në spa, për disa të tjerë mund të jetë të lexojnë një libër. Ideja Relativ. është që të kënaqen, pak të japin Po. pak kënaqësi Savoring vetes. pleasure. Dhe Dhe? mesazhi i fundit për elementin e zjarrit. Tani ata ndodhen midis dy botëve, i them unë. Bota e vjetër dhe bota e re, pra realiteti që kanë jetuar deri më tani dhe ai që aspirojnë të shkojnë. Duhet të jenë të kujdesshëm këtë periudhë me veten e tyre dhe me detajet e jetës, me gjërat që ndërmarrin për të bërë dhe ta përqafojnë procesin e kalimit nga një version në versionin tjetër dhe procesi do jetë më i lehtëshëm kur nuk e si bie nuk i reziston, po ideja është që duhet të çlirohen Shiko, nga po. barrat e së shkuarës. Me qenë se të kam këtu, domethënë. A ma hedh çka demin ose Po ja tani. Po ja pra se do kalojmë. Tani Ah, është elementi i tokës. tokës, Që po, është po. demi yt, është virgjëresha Virgjëresha dhe bricjapi. A domethënë demi bricjapi dhe virgjëresha janë toka, a? Po. Mirë, po çfarë diferencë kanë në linjat përgjithshme toka, zjarri, uji dhe ajri? Domethënë si ndryshojnë këto nga njëra tjetra? Në linja Toka shumë për shembull është më e rrënjëzuar, është shumë e lidhur me paran, me botër materiale, ti themi me okay, të materiale, mirat pra. materiale. Po? Zjarri për shembull ka një shpirt të lirë dhe një Emocion. shpirt të ri. Aha, okay. Uji për shembull është shumë më emocional Me dhe rrjedhshëm? ajri është pak kështu i them unë marrë Naj. anije kozmike. Ah, okay. Ti çfarë jeti më atë? Po Tash, ë? Çaj Nuk e zjarr, peme zjarr, sa zjarr. vëmendje po e dëgjoj. Zjarr. Po i harroj unë këto të më falni, i harroj. 100 herë të falim. Kush na ngeli tani? Na ngeli toka. Tani na ngeli Atë po toka. ma bëre kështu më zi po. Toka tani duket sikur ka kaluar një gjendje të rëndë, por tani nuk është më koha për të menduar për gjërat e rënda që kanë kaluar, por për të lënë atë të shkuarën e rënd, ti thyej dhe të hapen që
drita e tyre e brendshme të duket plotësisht. Domethënë është koha për të marrur spotlightin, për të marrë atë që i takon. A mo le tash, ku i Të gjen? tjera dhe rrogën. Po patjetër, more, ato janë për gjitha shenjat, Mateo. Si të lëm akrepin e kështu kot. Ja, shikoj, erdhi mesazhi tjetër. Tani është koha që ata, përveç se të marrin spotlightin e tyre, të lidhen dhe me fuqinë e tyre, domethënë të vërtetë. Demi ore. Jo thjesht demi, edhe vizhëresha me Dhe Britsjapi. Është ideja të lidhen me dritën e tyre të brendshme, me të vërtetën e tyre, njëkohësisht edhe me fuqinë. Dhe të punojë, shikoj. Është fjalë vërtet. Zgënjej më. Po e di unë që zgënjen ti? Por duhet të lënë të shkuarën të shkoj pas. Duhet ta lëm, po ne duhet ta lëm. Po, ju. Po. Se kishim nga 4 mesazhe pra për secili. Po. Dhe si mund ta lini ju të shkuarën pas? S'është gjë e lehtë, nuk është e lehtë për askënd. Duhet ta lini pas duke nxjerr nga jeta juaj çdo gjë që nuk ju shërben më, apo çdo njerëz, çdo situatë që ju mban të ndiheni të vegjël, apo ju mban larg nga drita juaj, apo që ju mban larg nga fuqia juaj e vërtet, dhe ta thjeshtoni jetën, sepse sa më shumë gjëra të keni, aq më shumë ju mbajnë të mbërthyer, dhe sa më të çliruar, aq më të lirë do ndiheni ju dhe më të lidhur me jetën tuaj më të mirë, sepse ideja është që ju duhet të rivitalizoni jetën tuaj në çdo fushë, jo thjesht karrierën apo parat, po çdo fushë të jetës. Okej. Dëgjuat Tani shenjat kalojmë e tek? tokës. Tani kalojmë te ajri. Ajri janë binjakët, peshorja dhe ujori. Është çik kështu se kur gjo ujori. Dhe pra, ujori. Mendon se ai është the water bearer Po. që është me atë kështu dhe ti mendon që është shenjë uji, por që Pas s'është. kemi shenja ujori dhe aty me zi presin tani. Merit, shiti zgjedh 4 karta rastësisht tani dhe do shikojmë si do lidhen me një intuitivisht, po. Shenjat e ajrit njerë duhet të besojnë në intuitën e tyre dhe duhet të lidhen 100% me intuitën, jo thjesht logjikën, sepse shenjat e ajrit kanë fokus shumë logjikën. Po ndonjëherë duhet dhe intuita që gjërat të rrjedhin siç duhet. Duhet të lidhen me kënaqësitë e vogla të jetës, duhet të përqafojnë gëzimin brenda tyre ose situatat që i sjellin gëzim dhe lumturi. Sinematin. Një kapitull i ri do filloj për shenjat e ajrit, Po. ku do manifestojnë ëndrat dhe dëshirat e tyre. Domethënë një kapitull i ri, dikush mund të udhtoj, dikush tjetër do nisi një projekt, dikush tjetër një punë të re, një dashuri. Ideja është që ëndrat e tyre do bëhen. Ne kemi tonin aty shkoj po të shkon me sy e me veshje me të gjitha. I rezonoj. I rezonove shumë toni, nuk e di pse. Shenjat e ajrit ishte shumë mirë, nuk është se kishin aq punë me veten, thjesht duhet të jenë të hapur dhe gjërat e mira. Gjejmë çik më shumë intuitën pra, jo vetëm logjik. Okej. Se mësova edhe unë, do filloj ti hedh edhe unë vesh. Unë mirë kam qenë vetëm spathi ore, po që je bër maç tani. Aha. Kalojmë tani te shenjat e ujit. Po. Uji një herë. Kush ngeli tani? Uji janë Gaforja? akrepi edhe peshqit. Gaforja. Po. Duket sikur duhet të nisin një kapitull të ri, po s'kan kurajo. Nuk e di nga do i gjejnë, po duhet ta gjejnë kurajon nëse duan të lidhen me gjërat e tyre më të mira apo me ato ëndrat e bukura që kanë. Ideja është ti jepin kalit dhe nëse i del në një lum përpara thjesht ta kalojnë me guxim, se ndonjëherë njeriu. Por vetëm kujdes, mos ta ashtu kalin kur të kalojnë lumin. Jo, duhet të njehen përsëri mirënjohës dhe kalit, po normal. Po. Kalojmë tani te një mesazh tjetër. Po. Ja, përsëri me kal doli kjo. Po, pra që shkima vetë kalit. Duhet të përqafojnë pak fëmijën e tyre të brendshëm, atë botën imagjinare të bukur që kanë dhe ta lejojnë që kjo botë të transmetohet edhe jashtë. Fjalë vërtet edhe kjo më duket. Po. Duhet të lënë pak diellin të hyjë më shumë në jetën e tyre, domethënë pozitivitetin, se janë ngrysur pak se gjërat që i kanë ndodhur në të shkuarën. Tani jeta ka cikle, ndryshon. Çfarëdo që ka ndodhur, duhet të dinë që ata janë akoma këtu. Kjo jetë nuk ka mbaruar, ky kapitulli më i mirë më saktë ende nuk ka ardhur. Thjesht ka kaluar një kapitull i rënd emocional, psikologjikisht, por kjo nuk do të thotë që kaq ishte. Ka gjithmonë edhe më mirë, por për të pasur më mirë duhet të çohemi në këmbë dhe të themi që ne këtu jemi, këtu përkasim edhe të vazhdojmë të marrim aksione kundrejt ëndrave tona. Ka edhe një mesazh të fundit për elementin e ujit.
duhet të ndalojnë pakës. Domethënë teksa lëvizin me atë kalin e tyre, njëkohësisht duhet të përqafojnë edhe një energji të pashtë brenda tyre. Nuk duhet fokusohen vetëm me ec edhe me u fokusu se kush është destinacioni. Duhet të shijojnë edhe udhëtimin. Duhet t'i japin leje vetes dhe për tu relaksuar, edhe për të reflektuar, po edhe thjesht për të qenë se shenjat e ujit kanë pak një tendencë shumë ëndërrimtare. Domethënë nuk është ideja që duhet ta fikin botën e tyre ëndërrimtare. Thjesht ëndra duhet vazhdojnë t'i japin aksione dhe të ecin përpara. Për duhet ta përqafojnë ende akoma këtë energji në natyre. Sa folëm i sqaruam të gjitha, Tesi të falenderoj shumë që erdhe sot mëngjes. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe për faktin që dave eksperiencë personale, faleminderit edhe për faktin që na bëre edhe një analizë e një parashikim të se si do të përfundoj marsi.